para se të filloj historinë time, dua t'ju pyes diçka. A keni menduar ndonjëherë se çfarë do të bënit në vendin e një fëmije 10 vjeçar që mbetet pa prindër? A mund të imagjinoni dhimbjen e një zemre të vogël që çdo mëngjes zgjohet me shpresën se gjithçka ishte vetëm një ëndër e keqe? Shkruani në komente si do të vepronit ju, sepse historia që po ju tregoj sot nuk është thjesht një rrëfim, është një testament i forcës njerëzore, një udhëtim nga errësira më e thellë drejt dritës më të ndritshme. Nëse kjo histori ju prek zemrën, ju lutem ndajeni me të tjerët sepse mesazhi i saj mund të ndryshojë jetë. Dhe tani, mbyllni sytë për një moment dhe imagjinoni. Imagjinoni një fëmijë që ecën nëpër rrugët e ftohta të dimrit me duar të ngrira dhe zemër të thyer. Ajo fëmijë jam unë. Emri im është Arbesa dhe kjo është historia ime. Ishte një mëngjes i ngrohtë pranvere i majit 2010. Dielli kishte filluar të ngrohte tokën pas një dimri të gjatë të ftohtë dhe lulet e para të stinës po çelnin në kopshtin e vogël para shtëpisë son në një lagje të qetë në periferi të Tiranës. Unë isha 5 vjeç, plot jetë e energji, dhe bota më dukej si një vend magjik plot me mundësitë pafundme. Shtëpia jon ishte e thjeshtë, por plot me dashuri. Nuk ishte e madhe, vetëm 2 dhoma, një kuzhinë e vogël dhe një dhomë ndenjeje ku mblidheshim si familje çdo mbrëmje. Por për mua ishte pallati më i bukur në botë. Muret ishin të lyera me një ngjyrë të verdhë të çelet që reflektonte dritën e diellit dhe gjithandej kishte fotografi të familjes son, fotografi të momenteve të lumtuma që tani kur i shoh në kujtesën time më duken si thesare të paçmueshme. Babai im, Agimi, ishte një njeri i fortë fizikisht, por me një zemër sa gjithë bota. Punonte si ndërtues dhe çdo mbrëmje kthehej në shtëpi i lodhur me duar plot me lëkurë të ashpër dhe të plasaritur nga puna e rëndë. Por sa herë që hapte derën, fytyra e tij ndriçohej me një buzëqeshje të gjerë. Arbesa ime, bërtiste ai, dhe unë vrapoja sa më shumë që mundja për t'u hedhur në krahët e tij. Babi, sot mësuam një këngë të re në kopësht, i thoshja me entuziazëm. Ai më ngrinte lart, më rrotullonte në ajër derisa filloja të qeshja me të madhe, dhe pastaj më përqafonte fort. Më këndoje zemra ime, më thoshte ai, dhe unë filloja të këndoja me zë të lartë, edhe pse zakonisht nuk i dija sakt fjalët. Nëna ime, Drita, ishte shpirti i shtëpisë son. Ajo punonte si rrobaqepse në një atelje të vogël në qendër të qytetit. Duart e saj ishin gjithmonë në lëvizje, duke qepur, duke bluajtur, duke krijuar. Por pavarësisht punës së rëndë, ajo gjithmonë gjente kohë për mua. Arbesa, eja këtu zemër, më thëriste nëna ndërsa ishte duke përgatitur dërkën. Më ndihmo të vendos tryezën. Unë ndjesha kaq e rëndësishme kur më jepte detyra të vogla. Merrja pjatat me kujdes, i vendosja në tryezë duke u përpjekur të mos thyeni asnjë dhe pastaj vrapoja të merrja domatet, lugën, gjë që më kërkonte. Bravo Arbesa, më thoshte nëna, po bëhesh një vajzë e madhe. Këto fjalë më bënin të ndjesha kaq e lumtur, kaq e dashur. Mbrëmjet tona si familje ishin momentet më të bukura. Pas dërke, uleshim të tre në kanapen e vjetër të dhomës së ndenjes. Babai lexonte gazeta, nëna qepte ndonjë rrobë dhe unë luaja me kukullat e mia ose vizatoja në fletoren time të vogël. Çfarë po bën Arbesa? Më pyeste nëna. Po vizatoj familjen tonë, përgjigjesha me krenari, duke i treguar vizatimin tim. 3 figura shkopi me buzëqeshje të mëdha. Sa e bukur, thoshte nëna, do ta ngjisim në frigorifer. Dhe vërtet, çdo vizatim që bëja përfundonte i ngjitur në frigoriferin ton, duke e kthyer në një galeri arti familjare. Vikendet ishin edhe më të veçanta. Të shtunave, babai më merrte në parkun e lagjes. Kishte një lulësitë të vogël me lojra për fëmijë, një rrëshqite e vjetër metalike, 2 kundra që shkërtisnin kur i lëviznin dhe një karusel që rrotullohej nëse e shtynie fort. Më shtyp më lart babi, bërtisja nga kundra, dhe ai më jepte një shtytje të fortë që më bënte të ndjehesha sikur po fluturoja. Mbaj fort Arbesa, më thoshte duke qeshur, dhe unë mbaja fort me gjithë zemrën time, ndërsa era më frynte flokët dhe bota kalonte me shpejtësi përpara syve të mi. Të djelat, nëna më merrte në treg. Mbaja dorën e saj ndërsa ecnim mes tezgave plot me fruta dhe perime të freskëta, me aroma që më bënin të ndjehesha e gjallë. Shiko Arbesa, më thoshte nëna, duke më treguar një mollë të kuqe të shkëlqyer. Kjo është nga fshati i gjyshërve të tu. Një ditë do të çoj atje. Kur, mami? Pyesja me padurim. Së shpejti zemër, së shpejti. Por ajo ditë nuk erdhi kur.
Vera e 2010-s ishte veçanërisht e nxehtë, dielli dukej se asnjëherë nuk perëndonte plotësisht, dhe netët ishin të ngrohta dhe gjata. Babai kishte marrë një projekt të ri ndërtimi, një ndërtesë peskatshe që po ngrihej në një lagje tjetër të qytetit. Puna ishte e rëndë dhe orët ishin të gjata, por ai ishte i hapur. Kjo punë do të na siguroj pak para ekstra, i thoshte nënës një mbrëmje ndërsa ishin duke darkuar. Ndoshta vitin tjetër mund të shkojmë pushime në det, çfarëdo. Do t'ishte e mrekullueshme, përgjigjej nëna. Buzëqeshja e saj ndriçonte fytyrën. Arbesa, më tha babai duke u kthyer nga unë. Të pëlqen deti? Nuk e di, babi, thash. Nuk kam shkuar kurrë. Atëherë patjetër duhet të shkojmë, tha ai me entuziazëm. Do të mësoj të notosh, do të ndërtojmë kështjella në rër, do të jetë një aventurë. Sytë e mi më ndezën me emocione. Vërtet, babi? Vërtet do të shkojmë? Premtoj, tha ai, duke më shtrënguar dorën. Por premtime ndonjëherë thyhen, jo sepse njerëzit duan, por sepse jeta vendos ndryshe. Gushti erdhi me një nxehtësi të padurueshme. Babai punonte gati 10 orë në ditë, duke u ngjitur në skelat e larta, duke mbajtur çimento, duke ndërtuar mur pas muri. Nëna shqetësohej për të. Agim po e teprosh, i thoshte ajo një mbrëmje. Duhet pushosh më shumë. Jam mirë, drita, përgjigjej ai, edhe pse fytyra e tij tregonte lodhje. Duhet të mbaroj këtë projekt. Kemi nevojë për parat. Parat nuk janë gjithçka, insistonte nëna. Shëndeti yt është më i rëndësishëm. Babai e përqafoi. E di, zemër, por kjo është për ne, për familjen tonë, për të ardhmen e Arbesës. Unë dëgjoja këto biseda nga dhoma ime, duke mos kuptuar plotësisht për çfarë bëhej fjalë, por duke ndjerë një shqetësim të vagëlt në zemër. Ishte data 23 gusht 2010. Kjo datë është gdhendur në kujtesën time me shkronja zjarri. Ishte një ditë e zakonshme verandash, e nxehtë me diell të fortë dhe një erë të lehtë që vinte nga malet. Unë luaja në obor me një kukull që ma kishte blerë nëna për ditëlindjen time. Rreth orës 4 pasdite, dëgjova një kamion që ndaloi para shtëpisë son. Doli një burr në uniformë të policisë. Zemra ime filloi të rrahte më shpejt, edhe pse nuk e kuptoja pse. Vrapova brenda. Mami, ka ardhur dikush, bërtita. Nëna doli nga kuzhina, duke fshirë duart në përparesen e saj. Kur pa policin, fytyra e saj u bë e bardhë. Mirdita, tha polici, me një zë të butë. Jeni bashkëshortja e Agim Kolës? Po, përgjigji nëna, zëri i saj duke u dridhur. Çfarë ka ndodhur? Ku është bashkëshorti im? Polici mori frymë thellë. Më vjen shumë keq t'ju them këtë. Ka pasur një aksident në kantier, një skel u shemb. Bashkëshorti juaj, ai nuk mundi të shpëtonte. Për një moment, koha u ndal. Nëna më pa, pastaj pa policin, pastaj përsëri mua. Fytyra e saj kaloi në për një seri e emocionesh. Mohim, shok, dhimbje, pastaj ajo ra në gjunjë. Jo, përshpëriti. Jo, nuk është e mundur. Ju po gaboni. Agimi është në punë. Ai do të kthehet në shtëpi për darkë. Ai gjithmonë kthehet. Unë vrapova tek ajo. Mami, çfarë po ndodh? Ku është babi? Nëna më përqafoi aq fort sa mezi merrja frymë. Ajo po dridhej dhe ndjes kalot që më rrëshqisnin mbi kokë nga fytyra e saj. Babi do të vonoj pak, tha ajo, duke u përpjekur të mbante zërin e qëndrueshëm. Por gjithçka do të jetë mirë, gjithçka do të jetë mirë. Por nuk ishte. Asgjë nuk do të ishte më mirë. Ditët pas vdekjes së babait ishin një turbullir në kujtesën time. Kujtoj që erdhi shumë njerëz në shtëpinë tonë, fqinj, të afërt të largët, kolegë të babait, të gjithë flisnin me zë të ulët, si të kishin frikë që do ta zgjonin dikë. Gruat flisnin me nënën, duke u përpjekur ta ngushëllonin, por ajo thjesht uleshe në karrigen e drumës së ndendjes, duke shikuar drejt në mur, sikur të ishte kthyer në statuj. Unë nuk kuptoja plotësisht çfarë kishte ndodhur. I dija që babai kishte shkuar larg, siç më thonin të rriturit, por nuk e kuptoja se çfarë do të thoshte kjo. Prisja çdo ditë që ai të hapte derën, të buzëqeshte dhe të më thërroste, "Arbesa ime." Por dera nuk u hap më një herë. Ceremonia e varrimit ishte në një ditë me diell, që më dukej mizore. Si mundej që dielli të shkëlqente kaq fort kur vota jon ishte kthyer në errësirë?
Nëna më mbante dorën, ndërsa qëndronim përpara varrit. Ajo nuk qante më, dukej se kishte mbetur pa lot. Thjesht qëndronte aty, e pa lëvizshme, ndërsa njerëzit vinin ta përqafonin dhe të thonin fjalë që nuk kishin kuptim për mua. Koha, thonin ata. Koha do të lehtësoj dhimbjen. Por koha nuk e lehtësoi dhimbjen. Koha e bëri atë më të thellë, më të errët, më të vërtetë. Muajt që pasuan vdekjen e babait ishin një periudhë vështirë për shtatjeje. Shtëpia jonë që dikur ishte plot me të qeshura dhe dashuri, tani ishte e heshtur si varr. Nëna punonte më shumë se kurrë, duke marrë porosi shtesë qepsje, duke punuar deri vonë në natë, për të siguruar mjaftueshëm para që të paguante qeran dhe ushqimin. Arbesa, eja këtu, më thoshte shpesh vonë në mbrëmje, kur sytë e saj ishin të kuq nga lodhja. Duhet të flem tani, nesër është ditë e re. Por edhe kur shtriheshim në krevat, unë e dëgjonte atë duke qarë në errësirë, duke e fshehur fytyrën në jastëk që unë të mos e dëgjoja. Por e dëgjoja, dhe çdo lot që derdhej nëna ime ishte si një thik në zemrën time të vogël. Në shkollë, isha filluar klasën e parë të vjesht, vëresha se isha ndryshe nga fëmijët e tjerë. Ata flisnin për gjërat që bënin me baballaret e tyre, si kishin shkuar në kinema, si kishin luajtur futboll, si kishin ndërtuar diçka së bashku. Unë u leja në heshtje, duke luajtur me lapsin tim, duke u përpjekur të mos dëgjoja. Arbesa, ku është babai yt? Më pyeti një herë një vajzë në klasë. Nuk e dija çfarë të përgjigjesha. Nëna më kishte thënë që babai ishte në një vend më të mirë, por kjo nuk më jepte një përgjigje që mund t'ja jepja shokëve të klasës. Ai është larg, thash përfundimisht. Vajza më shikoi me kureshtje, por nuk pyeti më, dhe unë isha mirënjohse për këtë. Dimri i vitit 2010 erdhi me shi të ftohtë dhe mot të përhumbët. Situata jonë financiare po bëhej gjithnjë më e vështirë. Nëna më shpjegoi me një zë të butë por të shqetësuar se paratë që kishim nuk ishin të mjaftueshme. Arbesa, zemër, më tha ajo një mbrëmje, ndërsa ishin duke ngrënë një darkë të thjeshtë, bukë dhe djathë. Duhet të bëjmë disa ndryshime. Do të duhet të lëvizim në një shtëpi më të vogël dhe unë duhet të punoj edhe më shumë. Por ti tashmë punon shumë, mami, thash duke e parë fytyrën e lodhur. Ajo buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e trishtuar. E di zemër, por do ta bëjmë, gjithmonë do ta bëjmë. Në janar 2011 u shpërngulëm në një apartament më të vogël, në një lagje më të largët dhe më pak të mirë të qytetit. Apartamenti kishte vetëm një dhomë, një kuzhinë të vogël dhe një banjë. Nëna dhe unë ndanim të njëjtën dhomë, duke fjetur në të njëjtin krevat. Por edhe me këto ndryshime, situata vazhdoi të përkeqësohej. Nëna po sëmurej gjithnjë më shpesh. Kolli që filloi si diçka e lehtë u bë më e keqe me kalimin e javëve. Ajo u përpjekur ta fshehte duke përdorur shami për të mbuluar kollën, por unë e vëreja se po dobësohej. Mami, duhet të shkosh te doktori, i thash një ditë. Nuk ka nevojë, Arbesa, përgjigjej ajo. Është thjesht një ftohje, do të kaloj. Por nuk kaloi. Mars 2011. Ishte një mëngjes i ftohtë dhe me shi. Unë po përgatitesha për shkollë kur dëgjova një zhurmë nga dhoma e nënës. Vrapova atje dhe i gjeta të shtrirë në dysheme, duke munduar të merrte frymë. Mami, bërtita, duke u përpjekur ta ndihmoja të ngrihej. Mami, çfarë ka ndodhur? Arbesa, pëshpëriti ajo. Zëri i saj që dobët sa mezi e dëgjoja. Thirr ndihmë. Vrapova te fqinjët duke bërtitur dhe duke qarë. Një grua e moshuar, zonja Vera, erdhi me mua në apartament. Ajo vështroi nënën time, pastaj mori telefonin dhe telefonoi ambulancën. Do t'jetë mirë, fëmijë, tha ajo, por zëri i saj nuk tingëllonte i bindur. Ambulanca erdhi dhe çua nënën në spital. Unë u detyrua të qëndroja me zonjën Vera. E gjithë ditën qëndroja ulur në shtëpinë e saj, duke shikuar drejt dritares, duke pritur lajme. Kur erdhi mbrëmja, erdhi një mjek tek dera. Fytyra e tij ishte e rëndë me trishtim. Më vjen keq, tha ai. I bëm gjithçka që mundëm, por ajo kishte pneumoni të avancuar. Trupi i saj ishte shumë i dobësuar. Ajo ka vdekur. Bota rrëzohej. Unë isha vetëm 10 vjeç dhe tani isha jetime. Të dy prindrit e mi ishin larg. Bota që dikur më dukej se e mbushur me dashuri dhe siguri, tani më dukej e kollt, e errët dhe e frikshme. Shërbimi social erdhi të për të folur me mua. Më shpjeguan se do të duhet të shkoja të jetoja me një të afërm,
Problemi ishte se familja jon ishte e vogël. Gjyshrit e mi kishin vdekur para se unë të lindja. Babai kishte pasur një vlla, xhaxhain besnik, por nëna nuk ishte asnjë të afërm të gjallë. Do të shkosh të jetosh me xhaxhain besnik dhe familjen e tij, më tha një punëtore sociale me një zë që u përpoq të ishte i butë. Unë nuk e njoha shumë xhaxhain besnik. E kisha parë vetëm disa herë në jetën time, në dazama, në ceremoni varrimi, në takime familjare të rralla. Ai ishte një burr i moshuar, rreth të 50-tave, me një fytyrë të lodhur dhe supe të përkyllur, duke i gjithmonë i shqetësuar si të kishte peshën e botës mbi supet e tij. Gruaja e tij, Merita, ishte një grua e hollë me një fytyrë të ashpër dhe sy që shikonin me ftohtësi. Unë kisha një kujtim të vagët nga varrimi i babait, ajo kishte qëndruar në një kënd duke mos folur me askënd, me një shprehje mos mirënjohje. Kur erdha në shtëpinë e tyre, një apartament në katin e parë të një ndërtese të vjetër në periferi të qytetit, Merita më priti në derë. "Pra, ti je Arbesa," tha ajo më shikuar nga kokat e këmbët si të isha një send që po vlerësonte. "Hyre!" Apartamenti ishte errët dhe i ftohtë. Kishte erë cumi cigaresh dhe ushqimi të djegur. Mobiliera ishte e vjetër dhe e konsumuar dhe çdo gjë dukej e papastër. "Kjo do t'jetë dhoma jote," tha Merita, duke më treguar një hapësirë të vogël që dukej më shumë se një depo se sa një dhomë. Kishte një dyshek të vjetër në kolt, një kuti kartoni me rroba të vjetra dhe asgjë tjetër. "Vendos sendet tua këtu dhe mos prek asgjë që nuk të përket." "Po, Teze," thash me një zë të vogël. "Mos më thuaj Teze," ja preri ajo ashpër. "Quam Merita. Dhe në këtë shtëpi ke rregulla. E para, nuk je këtu për pushim. Do të ndihmosh në punë shtëpisë. E dyta, nuk do të ankohesh. E treta, nuk do të na kujtosh për prindrit e tu të vdekur. Jeta vazhdon dhe duhet të përshtatesh. E kuptuar?" Unë tundi kokën, duke ndjerur lot që po më mblidheshin në sy. "E kuptuar?" përsëriti ajo, zëri i saj duke u bërë më i ashpër. "Po," murmurova. "Mirë. Tani shko në dhomën tënde dhe rrëmuje. Darka është në 8." Ditët e para në shtëpinë e xhaxhait besnik ishin si një ëndër e keqe nga e cila nuk mundja të zgjohesha. Çdo mëngjes zgjohesha me tingullin e Meritës duke bërtitur. "Arbesa, zgjohu, ka punë për të bërë." Unë shkoja në kuzhinë ku ajo më jepte një listë detyrash. La jenët, fshi dyshemen, pastro banjen, hedh mbeturin. Edhe pse isha vetëm 10 vjeç, pritshe të bëja punën e një të rrituri. Xhaxhai besnik punonte si karrocier në një treg në qendër të qytetit. Ai ikte herët në mëngjes dhe kthehej vonë në mbrëmje, i lodhur dhe me sy të kuq. Kur vinte në shtëpi, rinte ulej në karrigen e tij, merrte një shishe birrë nga frigoriferi dhe nuk fliste me askënd. "Besnik," thiri Merita një mbrëmje. "Darka është gati, eja ha." "Po vi," përgjigje ai me një zë të lodhur. Kur uleshin për të ngrënë, Merita shtronte ushqim për veten e saj dhe për xhaxhain, por për mua jepte vetëm një copë buke dhe pak djath. "Kaq?" pyeta një herë, pa menduar. "Kaq?" përsëriti Merita me ironi. "Ti je këtu nga bamirësia jon. Ushqimi kuston para dhe parat nuk rriten në pemë. Nëse nuk je e kënaqur, mund të shkosh të kërkosh tjetër vend për të jetuar." Xhaxhai besnik nuk tha asgjë. Ai thjesht vazhdoi të hante në heshtje, duke shmangur syt nga unë. Javët kaluan dhe situata u bë gjithnjë e më e keqe. Merita filloi të më jepte gjithnjë e më pak ushqim. Në mëngjes më jepte vetëm një copë buke të thatë, në drek asgjë, në darkë pak bukë dhe ujë. Unë fillova të ndjeja urinë e vazhdueshme, një dhimbje mprehtë në stomak që nuk më linte të qetë. Në shkollë vëreja se nuk mund të koncentrohesha. Kur mësuesit flisnin, fjalët e tyre më dukeshin të largta, si të vinin nga një botë tjetër. Shokët e klasës më pyetnin pse isha kaq e heshtur. "Arbesa, je mirë?" më pyeti një vajzë. "Jam mirë," gënjeva, duke buzëqeshur me forcë. Por nuk isha mirë. Isha larg të qenit mirë. Ishte një mëngjes i ftohtë tetori 2011. Unë po përgatitesha për shkollë kur Merita erdhi në dhomën time me një shprehje të çuditshme në fytyrë, një përzierje mire dhe diçka tjetër që nuk mund ta identifikoja. "Arbesa," tha ajo, "ulu dhe më dëgjom." Unë ula në dysheme duke e shikuar me shqetësim. "Parat janë shumë të pakta," filloi ajo. "Xhaxhai yt punon sa të mundet, por nuk është mjaftueshëm. Dhe ti je një gojë më shumë për të ushqyer, trupër për të veshur, vend për të shtrehuar. Kjo kushton." "Më vjen keq," murmurova, edhe pse në zemrën time dija se nuk ishte faji im. "Të vjen keq nuk është mjaftueshëm," tha Merita ashpër.
duhet të kontribosh, dhe me që je shumë e vogël për të punuar në një vend të vërtet, do të bësh diçka tjetër. Zemra ime filloi të rrahej më shpejt. Çfarë? Tha ajo. Do të dalësh në rrugë, tha Merita, duke më shikuar drejt në sy. Për një moment mendova se kisha dëgjuar keq. Çfarë? Ke dëgjuar mirë, tha Merita. Çdo ditë pas shkolle, do të dalësh në rrugë dhe do të kërkosh lëmosh nga njerëzit. Ka shumë njerëz që japin lëmosh veçanërisht për fëmijë. Do të sjellësh para këtu dhe ato para do të ndihmojnë ta mbulojnë koston e të jetuarit. Por unë nuk dua, thash duke ndier lot që po më mblidheshin në sy. Nuk më intereson çfarë do ti, tha Merita me zë të ftohtë. Kjo është ajo që do të bësh, dhe nëse nuk e bën, atëherë nuk ke nevojë të jesh këtu. Ka shumë fëmijë që jetojnë në rrugë, pa asnjë shtrer. Të duash të bashkohesh me ta? Unë shkondilla kokën, duke qarë naje. Atëherë do të bësh siç të them, tha Merita. E fillon të premten, do të qoj vetë në një vend të mirë, një kryqëzim të qytetit ku ka shumë njerëz. Do të qëndrosh aty dhe do të kërkosh lëmosha. E kuptuar? Po, përshpërova. Zëri im aq i dobët sa medje dëgjova vetë. E premtja erdhi shumë shpejt. Pas shkollës, Merita më priti jashtë portes me një shprehje të padurueshme. Eja, tha ajo, nuk kemi kohë për të humbur. Ne ecëm në për rrugë për rreth 20 minuta derisa arritëm në një kryqëzim të një trotuari në qendër të qytetit. Ishte një vend i ngarkuar me njerëz që kalonin, disa duke shkuar në punë, të tjerë duke bërë pazar, fëmijë duke shkuar nga shkolla. Këtu, tha Merita, duke më treguar një cep afër një shtylle drite. Ri këtu, mbaj dorën përpara dhe kërko para, dhe mos haro, duke të mjeruar. Sa më e mjeruar të duash, aq më shumë para do të marrish. Por çfarë duhet të them? Pyeta, zëri im duke u dridhur. Thuaj që je jetime, që nuk ke ku të shkosh, që ke nevojë për ndihmë, çdo gjë që funksionon, tha ajo me një nonshalancë që më bëri të ndihesha akoma më keq. Por është e vërtet, thash. Edhe më mirë, tha Merita. Atëherë nuk do të duhet të gënjesh. Tani rri këtu dhe mos lëviz derisa unë të them ndryshe. Do të kthehem pas 3 orësh, dhe nëse nuk ke të paktën 500 lek, mos u kthe në shtëpi. Ajo u kthye dhe iku, më lën vetëm në atë cep të qytetit të rrethuar nga njerëz që nuk më njihnin dhe që kaluan beside pa më parë. 3 orët e para në atë cep të qytetit ishin më të vështira të jetës sime deri në atë moment. Qëndrova atje, me duar të ngrira nga të ftohtit, duke mbajtur dorën përpara në një gjestur lëmoshe. Njerëzit kalonin. Disa më shikonin me dashuri, të tjerë me mosmiratim, shumica thjesht më injoronin plotësisht. Ju lutem, murmuroja, zërin aq i vogël sa mezi e dëgjoja vetë. Ju lutem, kam nevojë për ndihmë. Një grua e moshuar u ndal. Ajo më shikoi për një moment, pastaj hapi çantën e saj dhe më dha 100 lek. Fëmijë mjerë, tha ajo me një zë plot keqardhje. Ku janë prindrit e tu? Ata kanë vdekur, thash, duke ndjer lot që po më mblidhen në sy. Gruaja shkundi kokën. Zoti të ndihmoft, tha ajo dhe pastaj iku. Për rreth 1 orë askush tjetër nuk më dha asgjë. Pastaj erdhi një burr i ri që më dha 200 lek. Pas tij një vajzë më dha 50. Lekët kohën që Merita kthehej, kisha grumbulluar gjithsej 420 lek. Ku janë lekët? Kërkoi Merita kur u shfaq. Me duar të dridhura i dhash parat. Ajo i numëroi, pastaj më shikoi me zemërim. 420 lek, kjo është gjithçka? Më vjen keq, thash. U përpoqa. Nuk është mjaftueshëm, tha ajo. Do duhet përpiqesh më shumë herën tjetër. Tani eja, shkojmë në shtëpi. Dimri i vitit 2011-2012 ishte një nga më të vështirat të jetës sime deri në atë moment. Qëndrova atje, me duar të ngrira nga të ftohtit, duke mbajtur dorën përpara në një gjestur lëmoshe. Njerëzit kalonin. Disa më shikonin me dashuri, të tjerë me mosmiratim, shumica thjesht më injoronin plotësisht. Ju lutem, murmuroja. Zëri im aq i vogël sa mezi e dëgjoja vetë. Ju lutem, kam nevojë për ndihmë. Një grua e moshuar u ndal. Ajo më shikoi për një moment, pastaj hapi çantën e saj dhe më dha 100 lek. Fëmijë mjerë, tha ajo me një zë plot keqardhje. Ku janë prindrit e tu? Ata kanë vdekur, thash, duke ndjer lot që po më mblidhen në sy. Gruaja shkundi kokën. Zoti të ndihmoft, tha ajo dhe pastaj iku. Për rreth 1 orë askush tjetër nuk më dha asgjë. Pastaj erdhi një burr i ri që më dha 200 lek. Pas tij një vajzë më dha 50. Lekët kohën që Merita kthehej, kisha grumbulluar gjithsej 420 lek. Ku janë lekët?
kërkoi Merita kur u shfaq. Me duar të dridhura i dha shparat. Ajo i numëroi, pastaj më shikoi me zemërim. 420 lek, kjo është gjithçka? M'vjen keq, thash. U përpoqa. Nuk është mjaftueshëm, tha ajo. Do duhet përpiqesh më shumë herën tjetër. Tani eja, shkojmë në shtëpi. Dimri i vitit 2011-2012 ishte një nga më të vështirat të jetës sime deri në atë moment. Qëndrova atje, me duar të ngrira nga të ftohtit, duke mbajtur dorën përpara në një gjestur lëmoshe. Njerëzit kalonin. Disa më shikonin me dashuri, të tjerë me mosmiratim. Shumica thjesht më injoronin plotësisht. Ju lutem, murmuroja. Zëri im aq i vogël sa me zi e dëgjoja vet. Ju lutem, kam nevojë për ndihmë. Një grua e moshuar u ndal. Ajo më shikoi për një moment, pastaj hapi çantën e saj dhe më dha 100 lek. Fëmijë e mirë, tha ajo me një zë plot keqardhje. Ku janë prindrit e tu? Ata kanë vdekur, thash, duke ndjer lot që po më mblidhen në sy. Gruaja shkundi kokën. Zoti të ndihmoft, tha ajo dhe pastaj iku. Për rreth një orë askush tjetër nuk më dha asgjë. Pastaj erdhi një burr i ri që më dha 200 lek. Pas tij një vajzë më dha 50. Lekët kohën që Merita kthehej, kisha grumbulluar gjithsej 420 lek. Ku janë lekët? Kërkoi Merita kur u shfaq. Me duar të dridhura i dha shparat. Ajo i numëroi, pastaj më shikoi me zemërim. 420 lek, kjo është gjithçka? M'vjen keq, thash. U përpoqa. Nuk është mjaftueshëm, tha ajo. Do duhet përpiqesh më shumë herën tjetër. Tani eja, shkojmë në shtëpi. Të vije keq nuk paguan fatura, thoshte Merita. Duhet të bësh më mirë. Xhaxhai besnik nuk foli kurrë gjatë këtyre bisedave. Ai thjesht ulej në karrigen e tij, duke pirë birrat e tij, duke shikuar televizorin, duke pretenduar se nuk dëgjonte asgjë. Një mbrëmje, pas një dite veçanërisht të vështirë në të ftohtë, ku kisha grumbulluar vetëm 300 lek, Merita u tërbua. 300 lek? Bërtiti ajo, duke hedhur parat në tavolinë. 300 lek për një ditë të tërë punë? Çfarë bëre ti gjithë atë kohë? Lodhe? Nuk kishte shumë njerëz, u përpoqa të shpjegoj. Dhe ishte shumë ftohtë. Duart e mia nuk më interesojnë duart e tua, bërtiti ajo. Kjo familje ka nevojë për para dhe ti je përgjegjëse për të kontribuar. Nëse nuk mund ta bësh, atëherë ndoshta duhet të gjesh një vend tjetër për të jetuar. Merita, tha Xhaxhai besnik me një zë të butë, por ajo ju kthye menjëherë. Mos më thuaj mua si të veproj, bërtiti. Ti punon sa të mundesh, por nuk është mjaftueshëm. Duhet të kontriboj edhe ajo. Xhaxhai u leu kokën dhe nuk tha më asgjë. Atë natë, ndërsa shtrihesa në dyshekun tim të ftohtë, në dhomën time të vogël, qava derisa nuk më mbetën më lot. Ndjehesha kaq e vetmuar, kaq e pa shpresë. Prindrit e mi ishin larg. Xhaxhai im ishte shumë i dobët për të më mbrojtur. Dhe Merita më urren. Dimri vazhdoi me ashpërsinë e tij të pakshillshme. Çdo ditë ishte e njëjtë. Shkollë në mëngjes, ku luftoja për të qëndruar zgjuar sepse isha kaq e lodhur dhe urritur. Pastaj në rrugë për orë të tëra, duke kërkuar lëmosh, më pas në shtëpi, ku Merita numëronte parat që kisha grumbulluar dhe më kritikonte nëse nuk ishin mjaftueshëm. Fillova të humba pesh. Veshjet e mia, tashmë të mëdha për trupin tim të vogël, tani më rinin akoma më të gjera. Fytyra ime u bë e zbeht dhe e holl. Në shkollë, mësuesja ime, zonja Bardha, një ditë pas mësimit më tha. Arbesa, më tha mësuesja ime, zonja Bardha, një ditë pas mësimit. Je mirë? Duke shumë e lodhur. Jam mirë, zonjë, gënjeva, duke u përpjekur të buzëqesh. Ajo më shikoi me bushim. Je i sigurt? Nëse ka diçka që të shqetëson, mund të më thuash. Por çfarë mund t'i thoja? Që jetoja me një grua që më urrente, që më detyronte të kërkoja lëmosh në rrugë, që shpesh shkoj në shtratë e uritur sepse nuk më jepte mjaftueshëm ushqim? E dija se nëse i thoja këto gjëra, shërbimi social do të përfshihej. Dhe pastaj çfarë? Do të më çonin në ndonjë orfanotrofi? Do të jetë më mirë atje? Jam mirë, përsërita, duke i bindur veten, po aq sa edhe ata. Zonja Bardha nuk duke e bindur, por nuk shtyu më tej. Mirë. Por nëse ndonjëherë ke nevojë për ndihmë, kujtoje se dera ime është gjithmonë e hapur. Faleminderit, zonjë, thash, dhe pastaj ika përpara se ajo të mundej të pyeste më shumë. Ishte një shtunë në fillim të janarit 2012. Merita më kishte çuar në një pjesë të ndryshme të qytetit atë ditë.
një zonë më të pasur, ku ajo mendonte se do të kishte më shumë njerëz që do të jepnin para. "Shtindo këtu", më urdhëroi, duke më lënë pranë hyrjes së një qendre tregtare. "Dhe mos u lëviz derisa unë të them ndryshe." Qëndroj atje për orë të tëra, duke parë familjet që hynin dhe dilnin nga qendra, prindër me fëmijët e tyre, që qeshnin dhe mbanin shparta plot me blerje. Çdo herë që shihja një familje të lumpur, zemra ime thyrej pak më shumë. Ishte rreth orës 4 pasdite, kur u shfaqe një këmbë. Një burr dhe një grua në të 30-tat. Ata u ndaluan përpara meje, duke më shikuar me kureshtatëri dhe keqardhim. "Përshëndetje", tha gruaja me një zë të butë. "Si të quhen?" "Arbesa", përgjigja, duke mbajtur dorën time të vogël me gjestërinë time tashmë të njohur. "Arbesa", përsëriti ajo. "Emër i bukur. Sa vjeçë je?" "10." Burri dhe gruaja shkëmbyen një pamje. "10 vjeçë", tha burri me një zë plot mërzitje. "Dhe je vetëm këtu?" Tunda kokën. "Ku janë prindërit e tu?" pyeti gruaja. Ata kanë vdekur", thash, duke përsëritur linjën e njohur. Gruaja vu dorën në zemër. "O, fëmijë të mjet." "Kur?" "Babi vdiq në gusht 2010", thash, duke ndjerë një nyl në fyt që bëhej gjithnjë më e vështirë për t'u përballur. "Mami vdiq në mars 2011. "Dhe tani?" pyeti burri. "Me kë jeton?" "Me xhaxhain im dhe nusen e tij." "Dhe ata të lejojnë të qëndrosh këtu?" pyeti gruaja, duke u dukur e shqetësuar. Nuk e dija çfarë të thoja. Nuk doja t'i krijoja problem xhaxhait besnik, edhe pse ai nuk kishte bërë asgjë për të më ndihmuar. Por gjithashtu nuk doja të gënjeja. Ata kanë nevojë për para, thash përfundimisht. Dhe kjo është mënyra se si mund të ndihmoj. Çifti shkëmbeu një pamje tjetër, këtë herë të mbushur me një farë vendosmërie. "Arbesa", tha gruaja, duke urur në këmbë pranë meje në mënyrë që të ishim në të njëjtin nivel. "Emri im është Anjeza, dhe ky është bashkëshorti im, Driton. Mund të flasim me ty për një moment?" "Po", thash, duke ndjerje një sens kureshtie të përzier me shpresë. Anjeza dhe Driton më çuan në një kafene të vogël që ishte pak më larg. Ata porositën një çaj të nxehtë për mua dhe një pjatë me biskota. "Hani", tha Anjeza, duke më shtyr biskota drejt meje. "Duket se ke nevojë për ushqim." Nuk u bë për të lutur dy herë. Mora një biskot dhe fillova të ha me ngut. Ishte aq e mirë, e ëmbël, e ngrohtë, plot me shije që nuk I kisha ndjer prej muajsh. "Ngadal", tha Driton, me një buzëqeshje të butë. "Nuk do të shkoj askund." Përpiqesha të ngadalsoja, por ujia në stomak ishte aq e fortë sa mezi mundja të kontrollohem. Kur përfundova, Anjeza më pyeti më shumë për jetën time. I tregova gjithçka, si prindrit e mi kishin vdekur, si kisha shkuar të jetoja me xhaxhain besnik dhe Meritën, si Merita më detyronte të dilte në rrugë çdo ditë për të kërkuar lëmosh. "Kjo është e tmerrshme", tha Anjeza, duke shkundur kokën. "Një fëmijë nuk duhet të jetojë kështu." "Ka ndonjë mënyrë që mund të ndihmojmë?" pyeti Driton. Unë nuk e dija çfarë të thoja. "Nuk e di", murmurova. "Merita do të zemërohet nëse nuk sjell mjaftueshëm para." "Merita nuk ka të drejtë të trajtojë kështu", tha Anjeza, me një zë plot indignimi. "Kjo është abuzim." "Por çfarë mund të bëj?" pyeta, duke ndjerë lot që po më mblidheshin në sy. "Nuk kam ku tjetër të shkoj." Anjeza më mori dorën. "Arbesa, dëgjoma, dua të ndihmoj. Ne të dyja do të dëshironim, por duhet të na lejosh. Do të flasim me xhaxhain tënd dhe me Meritën. Do të shohim çfarë mund të bëjmë." "Por ajo do të jetë zemëruar", thash, duke u dridhur. "Lëre këtë tek ne", tha Driton. "Ti thjesht na trego ku jetoni dhe ne do të marrim përgjegjësinë." Anjeza dhe Driton më çuan në shtëpia të mbrëmje. Kur arritëm në ndërtesën ku jetoja, zemra ime porrahte aq fort sa mendoja se do të më dilte nga gjoksi. "Është këtu", thash, duke u ndalur përpara derës së apartamentit. Driton trokiti. Pas disa momentesh, dera u hap dhe Merita u shfaq me një shprehje të habitur që shpejt u kthye në zemërim kur më pa me dy të huaj. "Çfarë është kjo?" kërkoi ajo, duke më shikuar. "Ku ke qenë dhe kush janë këta?" "Përshëndetje", tha Anjeza, me një zë të qetë por të vendosur. "Emri im është Anjeza dhe ky është bashkëshorti im, Driton. Mund të flasim me ty për një moment?" "Por çfarë?" thash. "Për Arbesën", tha Driton. Merita hezitoi, pastaj hapi derën më gjerë. "Hyni." Hynëm në apartamentin e errët. Xhaxhai besnik ishte ulur në karrigen e tij duke parë televizorin.
Ai u çua kur na pa. "Çfarë po ndodh?" pyeti. "Këta njerëz duan të flasin për Arbesën," tha Merita, me një ton të irrituar. Anjeza dhe Driton u ulën në kanapen dhe unë qëndrova në këmbë pranë meje, në mënyrë që të ishim në të njëjtin nivel. Kemi njohur Arbesën sot dhe ajo na ka treguar për situatën e saj. Na ka treguar se si jetë këtu dhe jemi të shqetësuar. Të shqetësuar? Përsëriti Merita, zëri i saj duke u bërë mbrojtës. Për çfarë shqetësimi? Ajo na tha se detyroni të dilte në rrugë çdo ditë për të kërkuar lëmosh, tha Driton, drejt për drejti. Në dimër, në të ftohtë, pa veshje të përshtatshme, kjo nuk është e drejtë për një fëmijë. Fytyra e Meritës u bë e kuqe. Ju nuk e kuptoni situatën tonë. Ne po bëjmë gjithçka që mund të bëjmë për ta mbajtur këtu, por parat janë të pakta. Ajo duhet të kontribojë. Kontriboj? Tha Merita, me mosbesim. Ajo është 10 vjeçe. Fëmijët nuk duhet të punojnë për të paguar shtrehimin e tyre. Ajo duhet të jetë në shkollë, të luajë, të jetë një fëmijë. Ju nuk jetoni realitetin ton, tha Merita, me ashpërsi. Ju nuk e keni idenë se sa e vështirë është kjo. Ndoshta jo, tha Driton, por e dim që çfarë po i bëni Arbesës është e gabuar dhe dëshirojmë ta ndihmojmë. Si? Pyeti Merita me skepticizëm. Do të ju japim para çdo muaj, tha Anjeza. Mjaftueshëm për të mbuluar koston e të jetuarit të Arbesës këtu, por me një kusht. Ajo nuk do të detyrohet më të kërkojë lëmosh. Ajo do të shkojë në shkollë, do të ketë kohë për të luajtur dhe do të trajtohet me dinjitet. Merita dhe Xhaxhai shkëmbye një pamje. Sa? Pyeti Merita. 30.000 lek në muaj, tha Driton. Sytë e Meritës u zgjeruan. 30.000? Po, tha Anjeza, por vetëm nëse pranoni kushtin ton. Arbesa nuk do të punojë më. Ajo do të jetë një fëmijë. Merita hezitoi, duke bërë llogarit në kokën e saj. 30.000 lek ishin mjaft para, më shumë se ajo që unë mund të grumbulloja nga lëmosha në një muaj. Përfundimisht ajo tundi kokën. Mirë, tha ajo, kemi një marrëveshje. Pas asaj mbrëmje jeta ime ndryshoi në mënyra që nuk i kisha imagjinuar. Anjeza dhe Driton u bën një prezencë e rregullt në jetën time. Çdo javë ata vinin ta më vizitonin, të më pyesin se si po shkoja, ta më siguronte se gjithçka ishte mirë. Si është shkolla? Më pyeste Anjeza. Është mirë, përgjigjesha, dhe kësaj here ishte e vërtetë. Tani që nuk detyrohesha të dal në rrugë çdo ditë, kisha më shumë kohë për të mësuar, për të bërë detyrat, për të qenë një nxënëse e mirë. Je e lumtur? Pyeste Driton. Dhe kjo pyetje ishte më e vështirë për të përgjigjur. Isha më e lumtur se kisha qenë prej vitesh, por kjo nuk do të thoshte që isha vërtet e lumtur. Merita ende më trajtonte me ftossi, ende më jepte më pak ushqim se sa duhej, ende më bënte të ndihesha si një barr, një gjë që duhet toleruar dhe jo dashur. Por të paktën nuk isha më në rrugë, duke u ngrirë në të ftohtë. Stina kaloi në pranverë dhe pranvera në verë. Ditët u bën më të gjata dhe më të ngrohta. Në qershor 2012, Anjeza dhe Driton më ftuan të shkoja me ta në një piknik. Do të shkojmë në liçen, tha Anjeza. Do të jetë argëtuese. Çfarë thua? Unë shikova Meritën, duke pritur që ajo të thoshte jo. Por befas ajo tundi kokën. Shko, tha ajo, por ktheu para darke. Ajo ditë në liçen ishte një nga ditët më të bukura që kisha pasur që nga vdekja e prindërve të mi. Anjeza dhe Driton më çuan në një vend të bukur në brigjet e liçenit, ku kishte pemë të larta që jepnin hije dhe ujë kristalor që shkëlqente në diell. Ke për të notuar ndonjëherë? Më pyeti Driton. Jo, thash. Babi kishte premtuar se do të më mësonte, por pastaj ai vdiq. Driton vuri dorën mbi supin tim. Do të mësoj unë nëse do. Dhe kështu, atë ditë Driton më mësoi të notoj. Fillimisht isha e friksuar. Uji duke i thellë dhe i errët, dhe nuk isha e sigurt se çfarë do të ndodhte nëse zhdysesha. Por Driton ishte i durueshëm. Mbaje dorën time, tha ai. Nuk do të lë, dhe nuk më la. Ai më mbajti ndërsa unë mësoja të notoj, të lëshoja dorën, të besoja në veten time. Dhe kur përfundimisht notova vetëm, edhe vetëm për disa metra, ndisha një sens prenarie kaq të madhe sa mendoja se zemra ime do të shpërthente. E bëre, bërtiti Anjeza nga bregu, duke duar trokitur. Arbesa e bëre. Atë natë, ndërsa shtrihesha në shtrat, mendova për atë ditë. Mendova për Anjezën dhe Dritonin, për mirësinë e tyre, për mënyrën se si më bënin të ndihesha e dashur për herë të parë që nga vdekja e prindërve të mi. Dhe në atë moment, bëra një vendim. Një ditë kur të rritesha, do të isha si ata, do të ndihmoja njerëzit që kishin nevojë, do të bëja një ndryshim në botë.
Vitet që pasuan ishin një periudhë rritje dhe zbulese. Unë vazhdova të jetoja me Xhaxhain Besnik dhe Meritën, por Anjeza dhe Driton mbetën një prezencë e qëndrueshme në jetën time. Ata erdhën në takimet e shkollës, më çuan në muzikë, në lojra, në vendet që nuk i kisha ëndërruar të vizitoja. Në vitin 2013, kur isha në klasën e 6, futa në një program passhkollor për fëmijë që donin të mësonin programim kompjuterik. Anjeza kishte lexuar për të në gazetë dhe mendoi se do të më pëlqente. Teknologjia është e ardhmja, Arbesa, më tha Anjeza. Nëse mëson këto aftësi tani, do të hapësh derë për veten kur të rritesh. Dhe kishte të drejtë. Programimi më bëri befas, ishte si një gjuhë e re, një mënyrë e re të menduarit. Dhe isha e mirë në këtë. Mësuesit e mi shiheshin të impresionuar me aftësinë time për të kuptuar koncepte komplekse. Arbesa ka talent natyral, i tha mësuesi i Anjezës në një takim. Nëse vazhdon kështu, ajo mund të bëjë diçka të madhe në këtë fushë. Këto fjalë më mbushën me krenari. Për herë të parë në jetën time, ndihesha e mirë në diçka, e aftë, e vlefshme. Në vitin 2014, kur isha në klasën e 7, Merita u sëmur. Ishte një sëmundje e rëndë, një formë agresive kanceri që kërkonte trajtim të menjëhershëm. Për javë të tëra, ajo ishte brenda e jashtë spitalit, duke u përballur me kimioterapi dhe operacione. Gjatë kësaj kohe, diçka e çuditshme ndodhi. Unë fillova të ndjeja keqardhje për të. Pavarësisht gjithë shkaje që më kishte bërë, pavarësisht gjithë mizorisë dhe ftohësisë, ajo ishte një qenie njerëzore që po vuante, dhe unë nuk mund të ndihesha e lumtur për vuajtjen e saj. Një ditë, kur Xhaxhai Besnik ishte në spital me të, qëndrova vetëm në apartament dhe mendova për gjithë shka që kishte ndodhur. Mendova për prindrit e mi, për ditët e lumtura që kisha pasur me ta. Mendova për Meritën, për mënyrën se si më kishte trajtuar, por edhe për vështirësitë që ajo kishte përballur në jetën e saj. Anjeza më kishte treguar një herë që njerëzit shpesh janë mizor sepse ata vetë kanë vuajtur. Dhimbja e patheksuar bëhet dhimbje që shkaktohet, kishte thënë ajo. Ndoshta Merita kishte vuajtur në mënyra që unë nuk i kisha ditur kurrë. Ndoshta ftohtësia e saj ishte një mënyrë e mbrojtjes së vetes. Këto mendime nuk e justifikuan atë që më kishte bërë, por mi bën ta shikoja si një qenie njerëzore e ndërlikuar, jo thjesht si një monster. Merita mbijetoi sëmundjen, por ajo doli e ndryshuar nga përvoja. Ishte më e dobët fizikisht, dhe diçka në shpirtin e saj dukej se ishte thyer. Ajo nuk më trajtoi më me mizori aktive, thjesht më injoroi për më shumë kohë. Dhe në një mënyrë të çuditshme, kjo ishte më e mirë. Në vitin 2015, kur isha në klasën e 8, Anjeza dhe Driton më thirrën për një bisedë të rëndësishme. Arbesa, filloi Anjeza duke më mbajtur dorën. Ka diçka që duam ta diskutojmë me ty. Çfarë është? Pyeta, duke ndier një sens shqetësimi. Driton dhe unë kemi qenë duke menduar, tha ajo, dhe ne do të dëshironim të ta adoptonim. Për një moment, nuk isha e sigurt se kisha dëgjuar mirë. Të më adoptoni? Po, tha Dritoni, duke buzëqeshur. Dëshirojmë që të bëhesh pjesë e familjes sonë zyrtarisht, të jetosh me ne, të jesh vajza jonë. Lotët filluan të më rëshqisin në faqe para se të mund t'i ndaloja. Vërtet? Vërtet doni këtë? Më shumë se çdo gjë në botë, tha Anjeza, duke më përqafuar. Por ka diçka që duhet të dish. Duhet legjislacioni nga Xhaxhai yt. Nuk mund ta bëjmë këtë pa pëlqimin e tij. Biseda me Xhaxhain Besnik dhe Meritën ishte një nga më të vështira të jetës sime. Anjeza, Driton dhe unë ulëm përballë tyre në domën e ndenjes të apartamentit dhe Anjeza shpjegoi çfarë dëshironin. Ne do të dëshironim të adoptonim Arbesën. Do të ishte në interesin më të mirë të saj. Ajo do të kishte një shtëpi të qëndrueshme, një familje që e don, mundësi që mund të mos i ketë këtu. Merita dhe Xhaxhai shkëmbyen një pamje. Për një moment, askush nuk foli. Pastaj, Merita foli. Nëse ajo shkon, 30.000 lekët në muaj ndalen. E di, por do t'ju japim një shumë një hershe, 100.000 lekë si një kompensim për vitet që keni kujdesur për të. Sytë e Meritës u ndriçuan me interes, por pastaj ajo u përpoq ta fshihte. 100.000? Po, tha Dritoni. Merita shikoi Xhaxhain Besnik. Çfarë mendon? Xhaxhai, më shikoi Merita. Vërtet më shikoi, për herë të parë që kohës që isha shpërngulur atje. Sytë e tij ishin plot me diçka që nuk e kisha parë më parë. Pendim. Arbesa, tha ai me një zë të thyer. Më fal. Unë shkunda kokën, nuk e dija çfarë të thoja. Më fal,
përsëriti ai. Duhet ta mbroja. Ishe vajza e vëllait tim dhe unë duhet ta mbroja. Por isha shumë i dobët dhe për këtë do të pendohem për pjesën e restit të jetës sime. Lotët po më rëshqisnin lirshëm tani. Xhaxhaj, shko me ta, tha ai, duke treguar Anjezën dhe Dritonin. Shko dhe je e lumtur, meritove. Procesi ligjor i adoptimit zgjati disa muaj, por në tetor 2015 ishte zyrtare. Unë isha Arbesa Kola Shehu, vajza e Anjezës dhe Dritonit. Ditën që u zhvendosa në shtëpinë e tyre, një shtëpi e bukur 2 katëshe në një lagje të qetë, nuk mund të besoja se ishte e vërtet. Kisha dhomën time, një dhomë të vërtet, me një krevat të butë, një raft plot me libra, një desk ku mund të studioja. Kjo është e jotja, tha Anjeza duke qëndruar në prag. Mund ta dekorosh si të duash, mund ta bësh vërtet të jënten. Atë natë, kur shtrihesha në krevatin tim të ri, në dhomën time të re, në shtëpinë time të re, qava. Por këtë herë nuk ishin lot trishtimi, ishin lot mirënjohje, lehtësimi, shprese. Për herë të parë që nga vdekja e prindërve të mi, ndihesha e sigurt, ndihesha e dashur, ndihesha në shtëpi. Shkolla e mesme filloi në shtator 2016 dhe unë isha e emocionuar dhe e friksuar në të njëjtën kohë. Kjo ishte një fillim i ri, jo vetëm një shkollë e re, por një jetë e re me familjen time të re. Anjeza dhe Driton ishin prindër të mrekullueshëm. Ata më inkurajonin në gjithë shka që bëja, më mbështetnin kur dështoja, më festonin kur kisha sukses. Për herë të parë në jetën time që nga humbja e prindërve të mi biologjik, ndihesha si një fëmijë normal. Si ishte dita në shkollë? Më pyeste Anjeza çdo pasdite kur kthehesha. Ishte mirë, përgjigjesha, dhe këtë herë ishte e vërtet. Në shkollë, fillova të shkëlqeja. Notat e mia ishin të shkëlqyera, veçanërisht në matematikë dhe shkenca. Mësuesit e mi më inkurajonin të aplikoja për programe të avancuara, të merrja pjesë në konkurse. Arbesa ka një të ardhme të ndritshme përpara saj, i tha mësuesja ime e matematikës Anjezës në një takim. Ajo është një nga nxënëset më të mira që kam pasur ndonjëherë. Por nuk ishte vetëm akademikisht që po rritesha, po mësoja edhe se si të isha një qenie sociale, se si të bëja miq, se si të qeshja dhe të kënaqesha pa ndier faj. Krijova një grup miq të ngushtë, vajza që ndanin interesat e mia, që më bënin të ndihesha e pranuar dhe e vlerësuar. Ne kaluam kohë së bashku, studiuam së bashku, ëndëruam për të ardhmen së bashku. Çfarë do të bësh pas shkollës së mesme? Më pyeti një nga shoqet e mia, Ela, një ditë. Nuk jam e sigurt ende, thash, por di që dua të bëj diçka që ndihmon njerëzit. Si Anjeza dhe Dritoni të ndihmuan ty? Tha Ela me një buzëqeshje. Pikërisht, thash. Në vitin 2017, kur isha në klasën e 10, Anjeza dhe Driton më thirrën për një bisedë tjetër të rëndësishme. Arbesa, filloi Dritoni, ka diçka që duam të të themi. Çfarë është? Pyeta. Anjeza mori dorën e Dritonit dhe buzëqeshi. Unë jam shtatzën. Për një moment nuk e procesova. Pastaj, kuptimi u bëi qartë. Shtatzën. Vërtet? Po, tha Anjeza, duke qeshur. Do të kesh një vlla ose një motër. Emocionet të ndryshme më përshkuan. Gëzim, excitement, por edhe një farë shqetësimi. Çfarë do të thoshte kjo për mua? A do të më donin ende po aq kur të kishin një fëmijë të tyre biologjik? Sikur duke lexuar mendimet e mia, Driton më mori dorën. Arbesa, dëgjom. Asgjë nuk do të ndryshojë mes nesh. Ti je vajza jon dhe do të jesh gjithmonë. Kjo thjesht do të thotë që familja jon po bëhet edhe më e madhe. Dhe ti do të jesh motra më e madhe, tha Anjeza. Çka do të thotë që fëmia do të të admiroj, do të shikoj si shembull. Është një përgjegjësi e madhe, por e di që je gati për të. Lotët filluan të më mbushin syt, por këtë herë ishin lot gëzimi. Faleminderit, përshpërita. Faleminderit që më dhat një familje. Në prill 2018 erdhi vllai im i vogël, Landi. Ai ishte i vogël dhe i përsosur, me sy të kaltër si ato të Dritonit dhe buzëqeshjen e Anjezës. Kur e mbajta për herë të parë, ndjeva një dashuri kaq të fortë që më mori frymën. Ky fëmijë i vogël, ky qenie e pambrojtur. Unë do të bëja gjithçka në pushtetin tim për ta mbrojtur, për të siguruar që ai të mos vuaj kurrë si kisha vuajtur unë. Përshëndetje Landi, i përshpërita. Jam motra jote, Arbesa, dhe premtoj se gjithmonë do të jem këtu për ty. Viti i fundit i shkollës së mesme, 2018-2019, ishte një vit për caktimesh dhe vendimesh. Ishte koha për të menduar seriozisht për të ardhmen, për të vendosur çfarë doja të bëja me jetën time. Kisha shumë opsione.
Notat e mia ishin mjaft të mira për të aplikuar në universitete të mira, si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Mësuesit e mi më inkurajonin të studioja inxhinieri kompjuterike ose shkenca, por kishte diçka tjetër që më tërhiqte: biznesi. Gjatë viteve, kisha lexuar shumë për sipërmarrësit, për njerëzit që kishin ndërtuar kompani nga asgjëja, që kishin krijuar vende pune, që kishin bërë ndryshim në komunitetet e tyre. Dua të studioj biznes, i thash Anjezës dhe Dritonit një mbrëmje gjatë darkës. Biznes? Tha Dritoni me kureshtje. Pse biznes? Sepse dua të ndërtoj diçka. Dua të krijoj një kompani që jo vetëm që është e suksesshme, por që edhe ndihmon njerëzit. Dua të jap vende pune, të mbështes komunitetet, të bëj një ndryshim. Anjeza buzëqeshi. Kjo t'inglon si ti. Gjithmonë ke pasur një zemër për të ndihmuar të tjerët. Por çfarë lloj biznesi? Pyeti Dritoni. Ende nuk jam e sigurt, pranova, por di që do të jetë diçka që lidhet me teknologjinë. Aftësitë që kam mësuar në programim, dua t'i përdor në një mënyrë që është praktike dhe që ndihmon njerëzit. Në maj 2019, u diplomova nga shkolla e mesme si një nga nxënësit më të mira të klasës. Ceremonia e diplomimit ishte një ditë e emocioneve të përziera, prandi për atë që kisha arritur, por edhe një sens melankolie për kapitullin që po mbyllej. Anjeza, Driton dhe Landi i vogël ishin në auditor, duke duar trokitur kur emri im u thirr. Kur rash nga skena me diplomën në dorë, ata vinin të më përqafonin. Jemi kaq krenar për ty, tha Anjeza, duke qarë. Kaq krenar. Ti e bëre Arbesa, tha Driton, e bëre kundër të gjitha gjancave. Atë natë, dërsa festua me një darkë familjare, mendova për udhëtimin që kisha bërë. Nga një fëmijë jetim që kërkonte dhe mosh në rrugë, deri te një diplomuar e shkollës së mesme me një të ardhme plot me mundësi. Ishte e pabesueshme. Por e dija që ky ishte vetëm fillimi. Në shtator 2019, fillova studimet në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Ekonomisë. Isha e emocionuar për këtë kapitull të ri, por edhe pak e friksuar. Universiteti ishte një botë e re, plot me sfida të reja. Studimet ishin intensive, programi i biznesit kërkonte shumë lexim, analiza, projekte, por unë isha e gatshme, kisha pritur këtë moment për vite. Në vitin e parë, takova disa njerëz të mahnitshëm, student nga i gjithë vendi, me ëndra dhe ambicie të ndryshme. Krijova miqësi të reja, mësova nga perspektiva të reja. Një nga miqtë e mi më të ngushtë ishte një vajzë nga Shkodra me emrin Rina. Ajo ishte smart, e shkëlqyer, me një humor që më bënte të qeshja edhe në ditët më të vështira. Ti je çmendur të talentuar, e di? Më tha Rina një ditë ndërsa po studionim së bashku në bibliotekë. Faleminderit, thash duke u skuqur. Jo, flas seriozisht, insistoi ajo. Nokat e tua, mënyra se si mendon për problemet, ti do të arrish gjëra të mëdha, Arbesa. E ndjej. Në vitin 2020, bota u përball me një pandemi globale, COVID-19. Gjithçka ndryshoi. Universiteti kaloi online. Njerëzit qëndruan në shtëpi. Ekonomia u përball me sfida të pashembullta. Por në mes të kësaj krize, pash edhe mundësi. Bizneset po luftonin për të përshtatur me realitetin e ri. Shumë nuk e kishin prezencë online, shumë nuk e dinin si të arrinin klientët në një botë digjitale. Kjo është një mundësi, i thash Rinës një ditë gjatë një thirrje video. Mundësi? Në mes të një pandemie? Tha ajo me dyshim. Po, thash, bizneset ka nevojë për ndihmë për të digitalizuar, dhe ne kemi aftësitë për t'i ndihmuar. Çfarë ke në mendje? Një kompani konsulence, shpjegova. Ne ndihmojmë bizneset e vogla dhe të mesme të ndërtojnë një prezencë online, të krijojnë website, të përdorin media sociale, të arrijnë klientët në mënyrë efektive. Rina mendoi për një moment, pastaj tha: "E di çfarë? Mund të funksionojë, por do të na duhet një plan solid." Dhe kështu, në mes të një pandemie globale, Rina dhe unë filluam të punonim në atë që do të bëhej kompania jonë e parë. Ne e quajtëm kompaninë BizConnect, një emër i thjeshtë, por që shprehte misionin non, të lidhnim bizneset me klientët e tyre përmes teknologjisë digjitale. Fillimi ishte modest, nuk kishim para të mëdha për të investuar, kështu që unë mbështetëm në aftësitë që kishim. Unë përdora njohuritë e mia në programim për të ndërtuar website. Rina, që kishte studiuar marketing, krijoi strategji për media sociale. Klienti ynë i parë ishte një restorant i vogël në lagjen ku kishte jetuar Rina. Pronari, një burr i moshuar me emrin Zoti Artan, po luftonte për të mbijetuar gjatë mbylljes së pandemisë.
Nuk di çfarë të bëj, na tha ai kur e takuam, me maska dhe distancim social. Ne mund t'ju ndihmojmë, thash. Mund të ndërtojmë një website ku njerëzit mund të porosisin online. Mund të krijojmë një faqe në Instagram dhe Facebook për të promovuar ushqimin tuaj. Mund t'ju lidhi me platforma të dorëzimit. Zoti Artan dukej skeptik. Sa do të kushtoj kjo? Për ju, tha Rina, do t'jetë falas. Jeni klienti ynë i parë dhe duam të provojmë veten. Ai na shikoi për një moment të gjatë, pastaj tundi kokën. Mirë, le të provojmë. Punuam ditë e natë për 2 javë. Unë ndërtova një website të thjeshtë por funksional. Rina krijoi përmbajtje për media sociale, fotografi të bukura të ushqimit, postime tërheqëse, oferta speciale. Kur lançuam gjithçka, rezultatet ishin menjëherë. Brenda javës së parë, restoranti mori më shumë porosi online se sa e kishte marrë në muajt e mëparshëm. Zoti Artan ishte i mahnitur. Vajza, na tha ai me lot në sy. Ju sapo më shpëtuat biznesin. Nuk di si t'ju falenderoj. Thjesht na rekomandoni tek të tjerët, tha Rina me një buzëqeshje. Dhe ai e bëri. Ai na rekomandoi tek miqtë e tij, tek bizneset e tjera në lagje, dhe fjalë për fjalë filloi të përhapej. Deri në fund të vitit 2020, kishim punuar me 10 biznese të ndryshme. Deri në mes të vitit 2021, numri kishte rritur në 30. Kompania jon po rritej dhe ne po mësonim çdo ditë. Duhet të bëjmë këtë zyrtarisht, tha Rina një ditë. Duhet ta regjistrojmë si një kompani të vërtetë. Ajo kishte të drejtë. Në korrik 2021, regjistruam zyrtarisht BizConnect si një kompani me përgjegjësi të kufizuar, SHPK. Rina dhe unë ishim bashkëpronar, secila me 50%. Anjeza dhe Dritoni ishin të emocionuar për ne. Jemi kaq krenar, tha Anjeza. Vetëm 20 vjeç dhe tashmë ke kompaninë tënde, është e pabesueshme. Nuk do t'i ishte e mundur pa ju, i thash. Ju më dhat mundësinë, mbështetjen, besimin, gjithçka që jam është për shkak tuaj. Por rruga nuk ishte pa sfida. Ndërsa kompania rritej, rritën edhe problemet. Kishim më shumë klientë se sa mund të menaxhonim. Nuk kishim mjaftueshëm kohë për të përmbushur të gjitha kërkesat, dhe filluan të shfaqeshin tensione mes meje dhe Rinës. Duhet të marrim më shumë njerëz, tha Rina një ditë. Nuk mund të vazhdojmë kështu, po djegim. E di, thash, por marrja e stafit do të thotë kosto shtesë. Duhet të jemi të sigurt që mund ta përballojmë. Nëse nuk marrim njerëz, do të humbasim klient, argumentoi ajo. Dhe nëse humbasim klient, do të humbasim të ardhura. Ishte një çështje e vështirë. Përfundimisht, vendosëm të marrim 2 persona me kohë të pjesshme, studentë të tjerë të universitetit që kishin aftësi në design web dhe marketing. Kjo ndihmoi, por solli edhe sfida të reja. Tani duhet të menaxhonim një ekip, të siguronim që puna të bëhej me cilësi, të mbajmë klientët të kënaqur. Ishte stresante. Shpesh punoja deri vonë në natë duke balancuar studimet, punën në kompani dhe jetën personale. Ka pasur momente kur mendoja se ndoshta kisha marrë shumë përsipër, por çdo herë që doja të dorëzohesha, mendoja për udhëtimin tim. Mendoja për voglushen 10 vjeçare që kërkonte lëmosh në rrugë, të ftoftë dhe të uritur. Mendoja për Anjezën dhe Dritonin, që kishin besuar tek unë kur askush tjetër nuk e bëri. Mendoja për të gjithë njerëzit që po ndihmonin me kompaninë tonë. Dhe këto mendime më jepnin forcën për të vazhduar. Në vitin 2022, gjatë vitit tim të tretë në universitet, ndodhi diçka që ndryshoi gjithçka. Biznesi ynë fitoi një konkurs kombëtar për startupe të reja. Çmimi ishte 100.000 euro në financim dhe mentorim nga sipërmarrës të suksesshëm. Kur u shpall fitimi ynë, nuk mundja të besoja. Rina dhe unë u përqafuam, duke qarë dhe duke qeshur në të njëjtën kohë. E bëm, bërtitja ajo. Arbesa, e bëm. Financimi na lejoi të zgjerojmë operacionet. Morëm më shumë staf, investuam në teknologji më të mirë, hapëm një zyrë të vogël në qendër të Tiranës. BizConnect po bëhej një emër i njohur në komunitetin e biznesit në Shqipëri. Bizneset po vinin tek ne jo vetëm për website dhe media sociale, por për konsulencë më të gjerë në transformimin digjital. Në qershor 2023, gjatë vitit tim të tretë në universitet, ndodhi diçka që ndryshoi gjithçka. Diplomova nga universiteti me nota të shkëlqyera.
Teza ime, një studim mbi transformimin digjital të bizneseve të vogla në vendet në zhvillim, mori vlerësimin maksimal dhe rekomandua për publikim. Ceremonia e diplomimit ishte akoma më emocionale se ajo e shkollës së mesme. Këtë herë kisha arritur diçka që dikur më duke e pamundur, një diplomë universitare dhe një biznes të suksesshëm. Anjeza, Dritoni dhe Landi, që tani ishte 5 vjeç, ishin në auditor, duke duar trokitur me entuziazëm. Motra ime është graduet, bërtiti Landi me zë të lartë, duke bërë që njerëzit përreth të qeshin. Pas ceremonisë, ne shkuam në një restoran të bukur për të festuar. Gjatë darkës, Dritoni nxori një doli. Për Arbesën, tha ai, që ka treguar që pavarësisht se nga vinë, pavarësisht se çfarë vuajtje përballojmë, mund të arrijmë gjëra të jashtëzakonshme. Jemi kaq krenar për ty. Për Arbesën, përsëritën të gjithë duke ngritur gotat. Unë shikova rreth tryezës, në familjen time, në njerëzit që më donin dhe ndjeva një lumturi kaq të thellë sa merdi mund t'ja ta përmbaja. Pas diplomimit, kisha një vendim për të marrë. Disa kompani të mëdha kishin ofruar vende pune me paga të larta. Ishte tunduese, siguria financiare, prestigji, mundësia për të mësuar nga profesionistë të përvuar. Por zemra ime më thoshte diçka tjetër. Doja të vazhdoja me Biz Connect, ta rrisja, ta transformoja në diçka edhe më të modhe. Çfarë do të bësh? Më pyeti Irina një ditë, duke diskutuar për planet për të ardhmen e kompanisë. Do të qëndroj, thash pa hezitim. Kjo është ëndra ime, nuk dua ta lë tani. Irina buziqeshi. Jam e lumtur ta dëgjoj, sepse kam një ide për diçka të madhe. Çfarë? Duhet të zgjerojmë, tha ajo. Jo vetëm në Tiranë, por në gjithë vendin. Ka qindra biznese të vogla në qytete dhe fshatra që ka nevojë për ndihmën tonë. Duhet t'i arrijmë ata. Ishte ambicioze, por gjithashtu ishte e drejtë. Le ta bëjmë, thash. Viti 2023-2024 ishte viti i zgjerimit. Me financimin që kishim fituar dhe të ardhurat që gjeneronam nga klientët tanë ekzistues, fillojmë të hapim zyra në qytete të tjera: Durrës, Shkodër, Vlorë, Korçë. Çdo zyrë e re solli sfidat e reja. Duhet të rekrutonim staf lokal, të ndërtonim marrëdhënie me komunitetin e biznesit, të përshtateshim shërbimet tona me nevojat specifike të çdo rajoni. Por ishte gjithashtu e kënaqshme. Po shijoja se si puna jon po bënte ndryshim në komunitete të ndryshme. Po ndihmojmë artizanët në Gjirokastër të shesin produktet e tyre online. Po ndihmojmë fermerët në Korçë të lidhen me tregje më të gjëra. Po ndihmojmë restorantet në Vlorë të rhiqnin turist përmes marketingu digjital. Çdo sukses i klientëve tanë ishte sukses ynë. Një nga momentet më emocionuese të kësaj periudhe ishte kur mora një email nga një grua me emrin Flutura. Ajo ishte pronare e një shtëpie të vogël prodhuese të reçelit të shtëpisë në një fshat pranë Kuksit. Zonja Arbesa, shkruante ajo, dua t'ju falenderoj nga zemra. Para se të punonim me Biz Connect, unë shisja vetëm në tregjet lokale. Fitoja aq sa mbuloja kostot dhe shpesh mendoja se duhet të hiqja dorë. Po ju më ndihmuat të ndërtoj një website, të përdor Instagram, të arrij klient në gjithë vendin. Tani po marr porosi çdo ditë. Kam punësuar 2 gra të tjera nga fshati për të më ndihmuar me prodhimin. Për herë të parë në jetën time, ndihem e suksesshme. Gjithçka është fal jush. Kur lexova atë email, fillova të qaj. Kjo ishte arsyeja pse kisha filluar këtë kompani. Kjo ishte arsyeja pse punoja orë të gjata, pse përballoja sfida, pse nuk u dorëzova kurrë. Sepse po bëja një ndryshim. Po ndihmoja njerëz si Flutura, njerëz që kishin ëndra por që kishin nevojë për një dorë ndihmues për t'i realizuar ato. Në dhjetor 2024, Biz Connect festoi 30 vjetorin e saj. Ne organizuam një event të madh në Tiranë, ku ftuam të gjithë klientët tanë, partnerët, stafin, miqt dhe familjen. Gjatë fjalimit tim në event, pash rreth dhomës, në të gjithë këta njerëz që kishin qenë pjesë e udhëtimit ton. Edhe pastaj për një moment, mendova për vajzën e vogël 10 vjeçare që dikur qëndronte në një cep të ftohtë të qytetit duke kërkuar lëmosh. Kur isha 10 vjeç, fillova, zëri im duke u dredhur pak nga emocioni, jeta ime u përmbys. Humba prindërit e mi. Përfundova duke jetuar në një situatë ku më detyruan të dal në rrugë për të kërkuar lëmosh. Çdo ditë qëndroja në të ftohtë me një dorë të shtrirë duke shpresuar se dikush do të më jepte disa lek. Dhoma ishte plotësisht e heshtur. Një ditë, vazhdova, u ndalën një çift.
Ata u interesuan për historinë time, dhe në vend që thjesht të më jepnin para dhe të largoheshin, ata vendosën ta ndryshojnë jetën time. Ata më dhanë shpresë, dashuri dhe mundësi. Ata më adoptuan dhe më bën pjesë e familjes së tyre. Shikova Anjezën dhe Dritonin që ishin ulur në radhën e parë, duke qarë. Pa Anjezën dhe Dritonin, unë nuk do të isha këtu sot. Nuk do të kisha diplomë universitare, nuk do të kisha këtë kompani, nuk do të kisha mundësinë për të ndihmuar qindra biznese dhe familje. Gjithçka që kam arritur është fal mirësisë së tyre. Audienca filloi të duartroste, dhe unë prisja derisa zëri të qetësohej. Por historia ime nuk është vetëm për mua, është për të gjithë ne, është për çdo person që ka përballuar vështirësi, për çdo fëmijë që ka humbur prindrit, për çdo njeri që ka qenë në fund dhe ka menduar se nuk ka shpresë. Mora frymë thellë. Historia ime tregon që pavarësisht se sa e errët duket nata, dielli do të lindë përsëri. Që pavarësisht se sa i vështirë është udhëtimi, ka njerëz të mirë në këtë botë që janë gati të ndihmojnë, dhe më e rëndësishmja, tregon që ne kemi forcën për të kapërcyer çdo gjë, nëse kemi besim, vendosmëri dhe dashuri. Zëri im u bë më i fortë. Kjo kompani, BizConnect, u krijua me një mision, të ndihmojë njerëzit të arrijnë potencialin e tyre, sepse unë e di se si është të ndihesh i pafuqishëm, të ndihesh se bota të ka braktisur, dhe e di gjithashtu se një dorë e shtrirë në kohën e duhur mund ta ndryshojë gjithçka. Shikova rreth dhomës, në fytyrat e njerëzve që po më dëgjonin. Sot festojmë 30 vjet, por kjo është vetëm fillimi. Vitin e ardhshëm planifikojmë të zgjerojmë në Kosovë, Maqedoni të Veriut, Malë të Zi. Dëshirojmë të ndihmojmë mira biznese të tjera, dëshirojmë të krijojmë vende pune, të fuqizojmë komunitete, të ndërtojmë një të ardhme më të mirë. Zëri im u mbush me emocione. Dhe gjithçka që bëjmë, e bëjmë duke kujtuar se nga ku fillojmë nuk përcakton ku do të përfundojmë. Faleminderit të gjithëve për mbështetjen tuaj. Faleminderit për besimin tuaj. Dhe faleminderit për mundësinë që më keni dhënë për ta kthyer dhimbjen time në qëllim. Dhoma shpërtheu në duartrokitje. Njerëzit u ngritën në këmbë. Disa po qanin, të tjerë po buzëqeshin, të gjithë po duartrokisnin. Anjeza dhe Driton erdhën në skenë dhe më përqafuan fort. Jemi kaq krenar, përshpëriti Anjeza në vesh. Kaq krenar për gruan që je. Javën pas eventit, vendosa të bëja diçka që kisha menduar prej kohësh. Shkova në atë cep të qytetit ku kisha kaluar aq shumë kohë si fëmijë duke kërkuar lëmosh. Ishte një ditë e ftohtë dhjetori, e ngjashme me ato ditë të 10 viteve më parë. Qëndrova në atë cep për një moment duke shikuar njerëzit që kalonin, duke kujtuar se si ishte të jesh ajo vajzë e vogël e mjeruar. Pastaj, pash diçka që më bëri të ngrihej zemra. Një djalë i vogël, rreth 9 ose 10 vjeç, që qëndronte në një cep tjetër të rrugës, me dorë të shtrirë, duke kërkuar lëmosh. Pa dyshim u afrova tek ai. "Përshëndetje", thash me një zë të butë. "Si të quajnë?" Djali më shikoi me frikë. "Alban." "Alban", përsërita. "Emri bukur. Sa vjeç je?" "9." "Dhe ku janë prindrit e tu?" Ai uli kokën. "Mami është e sëmurë, babi punon, por nuk mjaftojnë parat. Më dërgoi të kërkoj ndihmë." Zemra ime u thye. Kjo ishte shumë e njohur. "Alban", thash, duke ulur në gjunjë pranë tij, "dëgjoj me kujdes. Emri im është Arbesa. Kur isha në moshën tënde, qëndroja në të njëjtën rrugë, duke bërë saktësisht atë që po bën ti tani." Sytë e tij u zgjeruan. "Vërtet?" "Po", thash. "Dhe e di sa e vështirë është, e di sa ftohtë është, e di sa turp dhe frikë ndjen." Ai tundi kokën, duke filluar të qaj. "Por dua të them diçka", vazhdova. "Jeta nuk do të jetë gjithmonë kështu. Ka njerëz të mirë në këtë botë që do të ndihmojnë. Dhe nëse je i fortë, nëse nuk u dorëzon kurrë, një ditë ti do të bëhesh dikush i mrekullueshëm." "Si ti?" pyeti ai me një zë të vogël. "Po", thash, duke buzëqeshur përmes lotëve. "Si mua." Mora numrin e telefonit të familjes së Albanit dhe premtova se do të kthehesha. Ditën tjetër vizitova shtëpinë e tyre.
një apartament të vogël në një ndërtesë të vjetër në periferi të qytetit. Nëna e Albanit, një grua e dobët me sy të lodhur, më priti me habi. "Kush jeni ju?" pyeti ajo. "Emri im është Arbesa Kolashehu", thash. "Takova djalin tuaj dje në qytet. Ai më tha për situatën tuaj dhe dua të ndihmoj." Ajo më shikoi me dyshim. "Pse do të ndihmoni?" "Sepse dikur, dikush më ndihmoi mua, dhe tani është radha ime ta kthej atë mirësi." Gjatë muajve që pasuan, ndihmova familjen e Albanit në mënyra të ndryshme. Pagova shpenzimet mjekësore të nënës së tij. Ndihmova babain e tij të gjente një punë më të mirë me pagesë më të lartë. Siguruam që Albani të kishte gjithçka që i duhej për shkollë. Por më e rëndësishmja, i dhash Albanit atë që dikur Anjeza dhe Dritoni ma kishin dhënë mua. Shpresë. "Arbesa", më tha ai një ditë, "kur të rritem, dua të jem si ti, dua të ndihmoj njerëzit." E përqafova. "Dhe do të jesh, Alban, do të jesh." Përsporja me Albanin më frymëzua për diçka më të madhe. Në fillim të vitit 2025, themelova një fondacion jo fitimprurës të quajtur Drita e Shpresës. Misioni i fondacionit ishte i thjeshtë, të ndihmonte fëmijët jetim dhe familjet në nevojë. Ofronim mbështetje financiare, bursa shkollore, këshillim psikologjik dhe mentorim. Çdo fëmijë meriton një shans. Çdo fëmijë meriton të di se ka dikush që kujdeset për të, që beson tek ai, që do ta ndihmojë të realizojë potencialin e tij. Fondacioni u bë një sukses i menjëhershëm. Brenda 6 muajve të parë, kishim ndihmuar mbi 100 familje. Kishim dhënë bursa për 30 fëmijë. Kishim organizuar programe passhkollore, ku fëmijët mund të mësonin aftësitë e reja. Çdo ditë merrja emaila dhe letra nga prindër dhe fëmijë që na falenderonin për ndihmën. Dhe çdo email, çdo letër, më kujtonte pse po bëja këtë. Një ditë, mora një letër nga një vajzë 10 vjeçe me emrin Sara. Ajo shkronte: "E dashur Arbesa, unë dëgjova historinë tënde në televizor. Edhe unë kam humbur prindrit e mi. Edhe unë ndihem e vetmuar dhe e friksuar. Por kur dëgjova historinë tënde, kuptova që ka shpresë. Nëse ti munde, edhe unë mund. Faleminderit që më dhe guximin për të vazhduar. Një ditë, dua të të takoj dhe të të falenderoj personalisht." Kur lexova këtë letër, qava, sepse kjo ishte pikërisht ajo që kisha shpresuar të arrija. Jo vetëm të ndihmoja njerëzit në mënyrë praktike, por edhe t'u jepja shpresë, t'u tregoja që jeta mund të ndryshojë, që e ardhmja mund të jetë e ndritshme. Tani, ndërsa ulem në zyrën time, një zyrë e bukur në katin e 5 të një ndërtese moderne në qendër të Tiranës, shikoja përmes dritares dhe mendoja për udhëtimin e jashtëzakonshëm që kisha bërë. Nga një vajzë 10 vjeçare jetim që kërkonte lëmosh në rrugë, deri te një sipërmarrëse e suksesshme dhe filantrope. Ishte një udhëtim që shpesh më dukej si një ëndër, një histori që nuk mund të ishte e vërtetë. Por ishte e vërtetë, çdo moment i saj. Çdo lot që kisha derdhur në ato ditë të ftohta dimri, çdo herë që kisha ndjer uri dhe frikë, çdo herë që kisha menduar se nuk kishte shpresë. Të gjitha ato momente kishin qenë të vërteta. Por, të vërteta ishin edhe momentet e bukura. Ditën kur takova Anjezën dhe Dritonin, ditën kur ma adoptuan, ditën kur diplomova nga universiteti, ditën kur fillova kompanin time, ditën kur ndihmova fëmijën e parë përmes fondacionit tim. Të gjitha këto momente ishin pjesë e historisë sime, pjesë e asaj që më kishte bërë ajo që isha sot. Një mbrëmje, ndërsa isha duke darkuar me Anjezën, Dritonin dhe Landin, Anjeza më pyeti një pyetje që më bëri të mendoja thellë. "Arbesa", tha ajo, "nëse do të mundej, do të ndryshoje diçka në të kaluarën tënde?" Mendova për një moment. Mendova për gjithë dhimbjen, gjithë vuajtjen, gjithë momentet kur isha ndjer kaq e vetmuar dhe e pa shpresë. "Jo", thash përfundimisht, "nuk do të ndryshoja asgjë." Ata më shikuan me habi. "Vërtet?" pyeti Dritoni. "Po", thash, "sepse çdo gjë që kam përjetuar, edhe gjërat më të vështira, më ka bërë ajo që jam sot. Më ka dhënë forcën për të qënduar në këmbë, më ka dhënë empati për të kuptuar vuajtjen e të tjerëve,
Më ka dhënë vendosmërinë për të bërë një ndryshim. Zëri im u mbush me emocione. Nëse nuk do të kisha kaluar përmes asaj errësire, nuk do të vlerësoja dritën. Nëse nuk do të kisha ndjerë dhimbjen, nuk do të kuptoja rëndësinë e mirësisë. Nëse nuk do të kisha qenë në atë pozitë të pashpresë, nuk do të dija sa e fuqishme është një dorë e shtrirë në kohën e duhur. Anjeza më mori dorën. Ti je gruaja më e fortë që njoh. Jo, thash duke shkundur kokën. Unë jam vetëm dikush që ka mësuar se forca nuk vjen nga mospatëhërja e problemeve, vjen nga mënyra se si I përballejmë ato. Disa javë më vonë, vendosa të vizitoja apartamentin ku isha jetuar me Xhaxhaj Besnik dhe Meritën. Nuk isha qenë atje prej vitesh dhe nuk e dija se çfarë prisja të gjeja. Kur arrita në ndërtesën e vjetër, gjithçka dukej njësoj si të ishte ndalur koha. Hipa shkallët e njohura, çdo shkallë duke sjell kujtesa, disa të dhimbshme, disa thjesht të trishtuara. Trokita në derë. Pas disa momentesh, Xhaxhaj Besnik hapi. Ai ishte plakur shumë. Flokët e tij ishin plotësisht të bardhë, fytyra e tij plot me rrudha të thella, por sytë e tij, ato ishin të njëjtat sy që mbaja mend, plot me pendim dhe trishtim. Arbesa, tha I, zëri duke u thyer. Erdhe? Përshëndetje Xhaxhaj, thash. Ai më ftoi brenda. Apartamenti dukej akoma më I vogël dhe më I vjetër se sa e mbaja mend. Merita ishte ulur në karrige në domën e ndenjes, duke jetë dobët dhe e sëmur. Merita është një fazën finale të kancerit, shpjegoi Xhaxhaj me një zë të lodhur. Mjekët thonë se nuk I ka mbetur shumë kohë. Ndjesha një val keqardimi. Pavarësisht të gjithçkaje që kishte bërë, ajo ishte ende një qenie njerëzore që po vuante. Më vjen keq, thash sinqerisht. U ula pranë Meritës. Ajo më shikoi me sy që mezi hapnin. Arbesa, përshpëriti ajo. Erdhe të më shoh. Po, thash, erdha. Më fal, tha ajo duke tërhequr lotët në faqe. Më fal për të gjithë shka që të bëra. Ishe ashpër, ishe mizrore. Ti ishe vetëm një fëmijë dhe unë të trajtova keq. Në një moment nuk e dija çfarë të thosha. Çdo fibër I trupit tim kujtonte dhimbjen që kjo grua më kishte shkaktuar. Por në të njëjtin kohë, shikoja një grua të smur në shtratin e vdekjes, një grua që po kërkonte falje. Të fal, thash përfundimisht, duke I marrë dorën e dobët. Ajo qau më shumë. Nuk e meritoj faljen tënde. Ndoshta jo, thash me sinqeritet. Por të fal sepse nuk dua të mbaj urrëtie në zemër. Jeta është shumë e shkurtër për atë. Merita vdiq 2 javë më vonë. Mora pjesë në varrim, jo sepse ndjehesha e detyruar, por sepse besoja se çdo qenie njerëzore meritonte dinitet, edhe në vdekje. Në varr, Xhaxhaj Besnik më erdhi pranë. Faleminderit që erdhe, tha ai, dhe faleminderit që e fale. Ajo pati një jetë të vështirë. Nuk e justifikon atë që të bëri, por shpjegon disa gjëra. E di Xhaxhaj, thash, të gjithë kemi historinë tonë, të gjithë mbajmë dhimbje. Ai tundi kokën. Ti u bëre një grua mrekullueshme Arbesa. Vëllai im, babai yt, do të ishte kaq krenar për ty. Këto fjalë më prekën thellë. Shpresoj se po, murmurova. Në pranverën e vitit 2025, kompania jon BizConnect kishte rritur në mënyrë eksponenciale. Kishim zyra në 5 vende të ndryshme në Ballkan. Kishim mbi 90 punonjës. Kishim ndihmuar mbi 500 biznese. Fondacioni Drita e Shpresës gjithashtu po lulëzonte. Kishim zgjeruar programet tona për të përfshirë trajnime profesionale për të rinj, programe mentorimi dhe mbështetje për familjet në nevojë. Por nuk isha e kënaqur vetëm me këtë. Kisha vizion për diçka edhe më të madhe. Dua të shkruaj një libër, I thash Rinës një ditë ndërsa po diskutonim planet tona për të ardhmen. Një libër? Tha ajo me habi. Për çfarë? Për udhëtimin tim, shpjegova. Nga një fëmijë jetim që kërkonte lëmosh, deri te një sipërmarrëse dhe filantrope. Dua ta ndaj historinë time me botën. Dua të frymëzoj të tjerët që po përballen me vështirësi. Rina buzëqeshi. Kjo është një ide e shkëlqyer. Historia jote është e fuqishme. Njerëzit kanë nevojë ta dëgjojnë. Gjatë muajve që pasuan, fillova të shkruaja. Çdo mbrëmje pas një dite të gjatë pune, ulesha në desk dhe shkruaja për kujtimet e mia, të mira dhe vëkqia. Shkruaja për prindrit e mi, për dashurinë që më kishin dhënë në ato vite të shkurtra që kishim pasur së bashku. Shkruaja për ditën e të mërshme kur ata vdiqën, dhe bota ime u shemb.
Shkruaja për muajt në shtëpinë e Xhaxhait Besnik, për ftohtësinë e Meritës, për orët në rrugë duke kërkuar lëmosh. Shkruaja për ditën magjike kur takova Anjezën dhe Dritonin, për mënyrën se si ata më shpëtuan. Shkruaja për vitet e rritjes, për sfidat që përballova, për sukseset që arrita. Dhe shkruaja për mesazhin që doja të përcjellja, që pavarësisht se sa e errët duket nata, drita gjithmonë erdhi, që pavarësisht se sa i vështirë është udhëtimi, vlen të vazhdosh, që një akt mirësie mund të ndryshojë një jetë. Në nëntor të vitit 2025, libri im, i titulluar Nga errësira në dritë, një udhëtim frymëzues, u botua. Ceremonia e lançimit u organizua në një sallë të madhe në Tiranë dhe erdhën qindra njerëz, miq, familje, klient, përfitues të fondacionit, gazetar. Ndërsa qëndroja në podium, duke mbajtur kopjen e parë të librit në dorë, ndihesha kaq e mbushur me emocione sa mezi mund të flisja. Ky libër, fillova, zëri im duke u dridhur, është më shumë se historia ime. Është historia e çdo personi që ka luftuar, që ka vuajtur, që ka menduar se nuk ka shpresë. Është një testament i forcës së shpirtit njerëzor. I shikova audiencën duke parë fytyra të njohura dhe të panjohura. Dua të falenderoj shumë njerëz. Së pari, prindrit e mi biologjik, Agimi dhe Drita, që edhe pse nuk janë më këtu, më dhanë themelet e dashurisë dhe vlerave që më udhëheqin çdo ditë. Zëri mu tha, por vazhdova. Dua të falenderoj Anjezën dhe Dritonin, prindrit e mi të dashur, që më shpëtuan kur isha në momentin më të errët të jetës sime, që më dhanë një shtëpi, një familje, një të ardhme. Pa ju, kjo histori nuk do të kishte një fund të lumtur. Anjezat e Dritorit të qanin në radhën e parë, buzëqeshën. Dua të falenderoj Irinën, partneren në biznes dhe mikun tim më të mirë, që ka qenë pranë meje në çdo hep të kësaj aventure. Rina buzëqeshi, duke më bërë një shenjë miratimi. Dhe në fund, vazhdova, dua të falenderoj çdo person që ka lexuar këtë libër, çdo person që është frymëzuar nga historia ime. Ju jeni arsyeja pse e shkrova. Ju jeni arsyeja pse vazhdon të luftoj. Ju jeni shpresa për një botë më të mirë. Libri u bë një bestseller praktikisht me njëherë. Brenda një muaji, kishte shitur mbi 10.000 kopje. Mediat më ftuan në intervista, shkollat më ftuan të pliste me studentët, organizata të ndryshme më ftuan për të ndarë historinë time. Dhe në çdo vend ku shkoja, takoja njerëz që më thonin se historia ime i kishte frymëzuar, i kishte ndihmuar, i kishte dhënë shpresë. Historia juaj më bëri të kuptoj se mund ta kapërcej gjithçka, më tha një grua e re pas një prezantimi. Ju më dhat guximin për ta filluar biznesin tim, më tha një burr i moshuar. Ju më treguat se jeta vlen të jetohet, më tha një vajzë adoleshente me lot në sy. Këto momente, këto lidhje me njerëz që kisha prekur përmes fjalëve të mia, ishin shpërblimet më të mëdha që mund të kisha imagjinuar. Tani, ndërsa ulesha këtu dhe reflektoja mbi gjithçka që kam përjetuar, të gjitha vështirësitë dhe triumfet, qarja dhe qeshja, humbjet dhe fitoret, një gjë është e qartë për mua. Jeta nuk është për atë që na ndodh, është për atë që bëjmë me atë që na ndodh. Unë mund të kisha zgjedhur të mbetja një viktim, mund të kisha zgjedhur të mbaja urrejtje për Meritën, për Xhaxhain Besnik, për një botë që më dukej e padrejtë. Mund të kisha zgjedhur të lëshoja dorë, të besoja se nuk kisha vlerë, se jeta ime nuk kishte kuptim. Por nuk e bëra. Zgjodha të besoja në shpresë, zgjodha të punoja fort, zgjodha të pranoja dashurinë që Anjeza dhe Dritori më ofruan. Zgjodha të ndërtoja një jetë që do të bënte ndryshim. Dhe sot, kur shikoja prapa, jam krenare për atë që kam arritur. Jo vetëm për sukseset e biznesit, ose për parat që kam bërë, por për njerëzit që kam ndihmuar, për jetët që kam prekur, për shpresën që kam dhënë. Nëse ka dikush që po dëgjon këtë histori dhe që po kalon përmes vështirësive të veta, nëse je një fëmijë që ka humbur prindrit, nëse je dikush që po lufton me varfërinë, nëse je dikush që ndihet i vetmuar dhe i pa shpresë, dua që të dish këtë. Nuk je vetëm. Dhimbja që ndjen tani nuk do të zgjas për gjithmonë. Ka njerëz të mirë në këtë botë që do të të ndihmojnë nëse u jep shanse. Dhe më e rëndësishmja, ti ke forcën brenda teje për të kapërcyer çdo gjë. Ndoshta sot je në errësirë, por kujtoje, çdo natë, pavarësisht se sa e errët është, përfundon me agimin e një dite të re. Dhe ajo ditë e re sjell shpresë, mundësi, fillime të reja. Historia ime nuk është perfekte. Ka pasur momente kur kam dështuar, kur kam rënë, kur kam dyshuar në veten time. Por çdo herë jam ngritur përsëri, sepse kjo është ajo që bëjnë njerëzit e fortë. Jo nuk bien,
por ngrihen çdo herë pas rënjes. Dhe nëse unë munda, një vajzë e vogël jetime që dikur kërkonte lëmosht në rrugët e ftohta të dimrit, atëherë ti gjithashtu mund. Çdo ditë është një mundësi e re. Çdo moment është një shans për të filluar përsëri. Çdo frymëmarrje është një dëshmi e forcës tënde. Mos u dorëzo kurrë, mos humb kurrë shpresë dhe kujtoje gjithmonë, nga errësira më e thellë lind drita më e ndritshme. Sot, në janar 2025, jam 25 vjeç. Kam një familje që më don, një biznes që po lulëzon, një fondacion që po bën ndryshim dhe një histori që po frymëzon mijëra njerëz. Por më e rëndësishmja, kam diçka që dikur mendoja se kisha humbur përgjithmonë. Shpresë. Shpresë për të ardhmen. Shpresë që bota mund të jetë një vend më i mirë. Shpresë që secili prej nesh, pavarësisht se nga vjen, mund të arrijë gjëra të jashtëzakonshme. Kjo është fuqia e shpresës. Kjo është fuqia e reziliencës. Kjo është fuqia e dashurisë dhe mirësisë. Dhe kjo, miqtë e mi të dashur, është fuqia që ekziston brenda secilit prej nesh. Ne të gjithë kemi aftësinë për të dalë nga errësira. Ne të gjithë kemi aftësinë për të shkëlqyer. Ne të gjithë kemi aftësinë për të bërë ndryshim. Çdo gjë që na duhet është guximi për ta provuar.